2 ditë përpara konferencës së 5 të ndërqeveritare në Bruksel midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, ministri Igli Hasani zhvilloi një takim në Tiranë me ministren për çështjet europiane të Danimarkës, Marie Bjerre. Rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian ishte në fokus të bashkëbisedimit mes dy ministrave. Gjatë takimit ndava pikpamjen se ka një rëndësi të veçantë që vendeve kandidate si Shqipëria të ofrohet një perspektive qartë dhe e besueshme për antarësimin në Bashkimin Evropian. Më vjen mirë që jam veçanërisht i kënaqur se në këtë aspekt Danimarka e ka njohur qartë se avancimi i këtij procesi është në interes jo vetëm të vendeve kandidate, jo vetëm Danimarkës, por edhe të gjithë Evropës. Danimarka merr presidencën e Bashkimit Evropian me një korrik dhe sipas ministrit Hasani, në udhëheqjen dhe mbështetjen e presidencës daneze, Shqipëria do të ecë akoma më shpejt drejt integrimit. Dhe ne kemi bindjen se në udhëheqjen dhe me mbështetjen e presidencës daneze, Shqipëria do të përmbushë edhe qëllimin e saj brenda gjysmës së dytë të vitit që ta hap për negocim edhe 2 grup kapitujt e tjerë të mbetur. Për ne, ky qëllim nënkupton mbi të gjitha se rruga drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nuk është shtruar me lëshime, përkalohet nëpërmjet arritjeve dhe meritave të fituara. Jemi të qartë në këtë pikë dhe jemi të jetë vendosur për të kaluar në një proces të bazuar plotësisht në merit. Gjatë takimit, ministri Igli Hasani theksoi se procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian është pjesë thelbësore e një të ardhmeje të përbashkët në paqe, siguri dhe begati.